Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin në Rrëfi me Jete, për të ndarë një histori me ju. Një histori të trisht, një histori që më besoni do të mahniteni nga ajo që do të dëgjoni. Çfarë gjeta mbi varin e Timbirit? Është historia e një nëne që tregon dhimbjen, trishtimin dhe atë në fakt se çfarë ka gjetur dhe çfarë e ka mahnitur këtë nën. Unë jam nën dhe sot po flas jo si një grua e fortë, por si një nën që e ka varrosur shpirtin bashkë me djalin e saj. Kanë kaluar 3 vite që nga dita kur djali im u largua nga kjo botë. 3 vite pa zërin e tij, pa aromën e trupit të tij, pa fjalën mama. Fjala e vetme që mua më mbushte shpirtin, edhe shtëpinë. Thonë se koha shëron, por kush e ka shpikur këtë gjë, këtë gënjeshtër, nuk ka varrosur kur një fëmijë. Djali im quhej Ardi, ishte vetëm 23 vjeç. I qeshur, i ndjeshëm, me ëndra të mëdha dhe me një zemër që s'dinte të bënte në asnjë mënyrë keq. Ditën që ma sollën në arkivol, diçka brënda meje vdiq për gjithmonë. Mjekët më thanë aksident. Policia e mbylli dosjen shumë shpejt. Familjarët më thanë mos e hap lagën. Lëre djalin të pushoj i qetë. Por zemra e një nëne nuk qetësohet me letra e me firma. Unë e ndjeja se diçka në këtë mes nuk shkonte. Çdo natë shihja në ëndër Ardin. Nuk fliste, vetëm më shikonte. Me sytë e tij të lodhur, sikur dëshironte të më tregonte diçka. Zgjohesha duke bërtitur, dora më dridhej, djersa më lagti jastikun. Deri në ditën kur vendosa që të shkoja tek vari i tij dhe të ri vetëm. Ishte një mëngjes i ftohtë. Qielli ishte gri, varezat ishin bosh. As zogjtë nuk këndonin. Atë ditë mbaj mend të mora një tufë me lule të bardha, ngjyrën që ai e donte. Dhe u ula aty, pranë varit. Fillova të flas me të si çdo nënë e çmendur nga dhimbja. Bir, a je i qetë? A të kam bërë ndonjë padrejtësi? Papritur pash diçka që mua më ngrini gjakun. Toka mbi var ishte qarë. Jo si nga shiu, po sikur dikush e kishte hapur varin dhe e kishte mbyllur përsëri. Zemra më rahu fort, u ngrita në këmbë, e breka dhe unë me dorë, ishte i freskët. Shumë i freskët për një var 3 vjeçar. Fillova që të dridhem. Në atë moment roja i varezave më pa dhe u afrua. Kur e pyeta nëse ishte hapur vari,
Roja më shmangu krejtësisht sytë. U hutua, më tha mua, mos u shqetësonën. Ndodhin gjëra këtu, ndodhin gjëra të ndryshme, tha Roja. Por zëri i tij nuk ishte i bindur. Atë natë nuk fjeta, madje mendja më punonte pa ndalur. Të nesërmen shkova në bashki. Kërkova dokumente. Dikush kishte kërkuar leje për zhvarrimin, për kontroll, mjeku ligjor tek vari i Timbiri, por emri nuk ishte askund. Dikush kishte hapur varin e djalit tim pa dijenin time. U çmenda krejtësisht. Pas shumë insistimesh, pas shumë lotësh, pas shumë ulërimash, në korridore arrita përsëri të merrja të vërtetën. Djali im nuk ishte vdekur nga aksidenti. Në trupin e tij ishin gjetur shenja që nuk mi kishte treguar, brinj të thyera, shenja në qafë edhe më e keqja, zemra e tij mungonte. Po, zemra e djalit tim nuk ishte në trup. Kur ma than këtë rash në tokë. Më iku fryma, bërtita si kafshë plagosur. Si është e mundur që një nën të varos një fëmijë pa zemër dhe të mos e di këtë gjë? Kush ma mori zemrën e Timbirit? Pse? Fillova të gërmoj thellë dhe e vërteta ishte më e tmerrshme se çdo mangth që unë kisha. Djali im ishte shfrytzuar, organi i tij ishte marrë ilegalisht. Një treg i fshehtë i piste që jeton mbi trupat e të rinjve të varfër. Djali im ishte vrarë për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër më para. E kuptoni këtë? Unë e rita me bukë të thatë, me sakrifica, me net pa gjumë, dhe dikush ma shiti zemrën si mall tregu. Shkova përsëri te vari, ula mbi tokë, i fola me zë të lartë. Më farë birë që të lash vetëm. Nuk të mbrojta, nuk e dija. Dhe aty për herë të parë, pas 3 vitesh ndjeva erë. Erë spitali. Erë alkooli mjekësor. Dikush kishte qenë aty kohët e fundit. Sot flas publikisht sepse nuk dua që asnjë nën tjetër të kaloj atë që unë në fakt kalova. Djali im nuk u largua nga kjo botë si aksident. Ai u vra 2 herë, një herë në trup dhe një herë në heshtje. Unë nuk kam frikë. Çfarë mund të më bëjnë më shumë se kaq? Ma morën djalin, ma coptuan edhe shpirtin. Mesazhi im për të gjithë nënat është që mbani fort fëmijët tuaj, sepse ndonjëherë e vërteta nuk është në letra, por është si rasti im që qëndron në varr.